Huliganë shqiptar nuk patën mëshirë, kështu titullon media serbe Pink artikullin e raportimit të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë në Tiranë, të mbyllur me rezultatin 0-0. Takimi ishte pjesë e kualifikimeve për kampionatin botror të futbollit, por përfaqësoi më shumë se një sfidë sportive për shumë kënd. Një provë nervash, profesionalizmi dhe vendimarrje arbitrare. Sipas raportimeve të mediave serbe, atmosfera në Tiranë ishte e ndezur dhe në disa raste jashtë kontrollit. Lojtarët e përfaqësuese së Serbisë u goditën 5 herë me objekte nga tifozët vendas, duke quar në ndërprerjet e her pas hershme të ndeshjes. Mediat serbe e cilësuan sjelljen e tifozëve shqiptarë si të tmerrshme dhe kritikuan ashpër arbitrin e takimit për mosmarrjen e masave të ndërprerjes. Sipas të gjitha kritereve të UEFA-s, arbitri duhej të boshatiste tribunat ose të ndërpriste përfundimisht ndeshjen. Shkruan një nga portalet kryesore serbe duke shtuar se nëse ngjarja do të kishte ndodhur në Beograd, do të ishte pamundur që ndeshja të vazhdonte. Edhe pse pati disa episode të hedhjes së sendeve në fushë, sjellja e tifozërisë shqiptare nuk krahasohej me atë të huliganëve serb në takimin famkeq të 11 viteve më parë, ku tifozët hyrën në fushë dhe goditën lojtarët e kombëtares tonë, shkruan ndër të tjera media serbe. Të martën orën 20:45 në Skonto Stadion në Riga, Letonia dhe Shqipëria do të përballen në duelin e ratës të grupit K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Në këtë përballje, kombëtarja jonë do të ketë një mungesë të madhe, atë të kapitenit Berat Gjimshiti, që ndërmbrojtja u ndëshkua me karton të verdh në minutën e 19 në barazimin 0-0 kundër Serbisë, teksa ka plotësuar numrin e kartonëve që lë jashtë në takimin e radhës. Trajneri Silvinho ka zbuluar se cili do të jetë zëvendësuesi i kapitenit me Adrian Bajramin e Benficas që duket gati, edhe pse ndeshja kundër Serbisë e çoi atë në tribunë. Mungesa e Gjimshitit, duhet të shohim gjithçka. Tani kemi 5 mbrojtës bashkë me Adrian Bajramin, që po më çmend, po luar shumë mirë. Ai do të shkojë pas ndeshjes në SBA për të luajtur me Benfica në botror. Kemi lojtarë dhe është mirë për zgjedhjet, do të bëjmë stërvitje të shohim. Kemi shpenzuar shumë energji, tha ndër të tjera Silvinho pas ndeshjes, e cila u mbyll në barazimin ndaj